Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në shtëpinë time. Unë jam Bona dhe ky është kanali im i YouTube-it. Ju uroj mirë se erdhat. E nisa këtë video duke thënë mirë se vini në shtëpinë time, pasi ky do të jetë një home tour pjesa e dytë. Për ata që janë të vjetër, këtu e din shumë mirë që unë kam bërë një pjesë të parë të shtëpisë, por që duke qenë se nuk kisha të gjitha gjërat, domethënë ashtu siç i doja, mendova që pse jo të bëj një pjesë të dytë, pasi disa ambiente të shtëpisë nuk u arrita që t'i tregoja dot tek pjesa e parë. Kështu që po, do të bëjmë një home tour, një pjesë edhe pjesa e parë e home tourit pati një interes shumë të madh nga të gjithë ju, kështu që do të bëjmë pjesën e dytë. Do ta shkoni në shtëpinë, jeni me mua. Këtu ku jemi tani është pjesa e kuzhinës, edhe duke qenë se kemi bërë vetëm një ndryshim të vogël, që ata që më ndjekin prej kohësh e din shumë mirë domethënë se çfarë është, por ju që e keni për herë të parë që vini në këtë kanal nuk e keni parë, do t'ju tregoj pak a shumë se si duket pjesa e kuzhinës. Siç e thash tek home touri i parë, un kam dashur gjithmonë që kuzhinën time ta kem të bardhë, por nuk arritëm që ta bëjmë dot ashtu siç deshëm, dhe kështu kemi këtë ngjyrën tani që është një ngjyrë si vish, edhe më pëlqen edhe kështu siç është, por do doja që të ishte e bardhë pasi jep më shumë hapësirë ambientit. Gjithsesi, le të lëm fjalët edhe t'ju tregoj pak kuzhinën edhe të gjithë ambientin këtu, domethënë, dhe të shikoni se sa e madhe është edhe si e kemi realizuar. Kjo këtu është pjesa e kuzhinës, njëra pjesë domethënë, ku ne kemi vendosur stofën, aspiratorin, mikrovalën edhe të gjitha këto hapësira që shikoni që janë kabineta domethënë që vijnë deri lart tek tavani. Kemi drita e gjithandej, këto dy abazhuret e vogla që vijnë të kështu të varura, domethënë. Dhe pak a shumë kjo është pjesa domethënë e sobës edhe ndryshimi që kemi bërë është pjesa e frigoriferit që siç mund ta shikoni është pak më i vogël, edhe në këtë frigorifer që kemi marr është magnetik. Sepse të parin që kishim nuk ishte magnetik, edhe nuk është se më pëlqente shumë, për faktin sepse nuk mundja të vendosja dot të gjitha magnetet që ne mund të shkojmë në vende të ndryshme, dhe kështu që u realizua pasi i pari na u prish. Një tjetër ndryshim që kemi bërë këtu janë edhe kariget, që më pëlqejnë shumë, janë super të bukura, akoma nuk kemi realizuar atë projektin që ju thash tek video e parë që duam t'i gërbishtim këtë pjesën e bardhë dhe t'i luajmë përsëri, pasi janë pak të gërbishtura. Por që, po, kjo pjesa këtu, që e shikoni, është pjesa e këndit të kafes. Nuk është ashtu siç unë dua, akoma, sepse dua që të bëj një kënd kafe, aty të vendos disa filxhan, edhe ta bëj tamam, domethënë siç dua, por që nuk është realizuar akoma, por gjithsesi. Dhe pjesa këtu pastaj e lavamanit, e lavastoviljes, edhe të gjitha gjërat e tjera. Këtu ku jam tani është një nga ambientet e preferuara të shtëpisë time, si do të thoni ju, sepse është një nga ambientet që është rregulluar tani kohët e fundit, akoma nuk është përfunduar, por që unë mund ta shijoj, sidomos tani në periudhën e vjeshtës, që nuk është as ftohtë, as nxehtë, edhe mund të vish këtu të pish një kafe, të shijosh pamjen jashtë, ndezësh një qiri, edhe të dëgjosh pak muzikë, është thjesht të relaksohesh. Është pjesa e balkonit që qenë me të vërtet shumë, edhe doja që të ndaja edhe me juve, dhe është diçka minimaliste, por që është e lezetshme edhe shumë relaksuese për të gjithë ne si familje, domethënë. Unë personalisht kur ngrihem në mëngjes, sidomos përpara se të jenë ngritur fëmijët, bëj një kafe edhe vi e shijoj këtu në qetësi, duke shijuar edhe pamjen përjashtë, sepse nga dritarja këtu është pylli plot me pemë, edhe dëgjon vetëm cicërinë e zogjve. Është super super bukur, kështu që le të lëm fjalët edhe t'ja u tregoj tani. Është një nga pjesët që ju thash, kjo si punë komodin, jo komodin, po si rafte mund të themi, që aty sipër kam vendosur atë lulen, e mbara në Walmart, e mbani mend se sa e bukur që ishte, por që tani u tha pse, sepse unë nuk dish ta mbaj. Gjithsesi, këtu kam vendosur disa dekore për vjeshtën, kunguj, lule, gjëra shumë bukura domethënë. T'ja tregoj pak këtu. Aty poshtë kemi një printer, sepse nuk kishim se ku e vendosim, kështu që e vendosëm aty. Dhe tani do t'ju tregoj edhe pjesën tjetër të balkonit. Pjesa tjetër e balkonit është kjo këtu, që kemi marrë atë karigen e madhe që shikoni atje, dhe këto dy kariget e vogla bashkë me tavolinën. Tavolina ka këtë pjesën prej xhami sipër, edhe anash ka këto si punë mbrojtësesh, në mënyrë që në momentin që të kalosh të mos vritesh. Edhe materiali i këtyre karigeve është si punë material
kashte, nuk di si do ta quaja ndryshe, po pak më fort domethënë, dhe vjen në këtë ngjyrë grish, super të lezetshme. Dhe me këtë jastëkët që mund të heqësh. Këtu pastaj kam vendosur këtë lulkën super të bukur që ma bleva tek sikur shkoj në Big Y. Shpresoj që unë të di ta mbaj edhe të mos e thaj siç e kam thar tre të tjera. Edhe qirin që zakonisht kur vi këtu ndes qiri edhe pi një kafe time. Këtë pumpkin. Dhe këtu poshtë kam vendosur këtë si punë tapeti që me të vërtet do doja që të kishim një tapet tjetër që të ishte në ngjyra pak më të zbardhura dhe ta jepte ambientit më shumë qetësi dhe relax, por që nuk kemi marrë një tjetër për momentin, por që do e realizoj. Edhe ky është ambienti tjetër i shtëpisë që unë nuk arrita t'ja u tregoja dot herën e fundit. Tani po ja tregoj kështu në mënyrë që ta shikoni të gjithë. Grilat këtu janë të bardha, edhe kjo është një gjë shumë e mirë pasi nuk e di, edhe në Shqipëri duhet të ketë bardha, por që unë kur ishim në shtëpinë e Malish i kishim grilat në ngjyrë kafe, edhe i mbylli deri në fund, kështu që në momentin që ngrihesh në mëngjes nuk arrije dot që të ngrihesh shpejt pasi të duke sikur ishte errësirë, kurse këtu po. Pastaj është walking down the path where memories gleam. In the glow of morning speaks the stream. Autumn morning paints the sky anew. Colors dance in every shade of hue. Është doma e Alesios. Krevati është twin, më duket nëse e kemi marrë, nëse nuk gaboj, sepse nuk e mbaj mend. Këtë kuvertën që është super lezetshme, e kemi marrë në Walmart, edhe në fakt kjo është për king bed, por që ne nuk kemi bërë mbarë që të marrim një tjetër, por edhe kjo edhe kësaj shkon, sepse shkon edhe me ngjyrat e dhomës e me tapetin dhe të gjitha. Pastaj, këtu është kjo komodina e vogël, kemi marrë 2 nga këto, edhe këtu paka shumë, si që shikoni aty poshtë, Alesio ka vendosur gjitha librat e tij, është paka shumë libraria e Alesios. Te kam për së mbrapsi? Po. Te kam për së mbrapsi. Një panoram të vogël, këta rushkën kështu kozi, edhe këtu brenda i kam futur të gjitha materialet që i duhen për në shkollë, ngjyra, lapsa, çdo lloj gjëri që nevojitet. Pastaj këtu anash është ky lepurushi super i madh që mua më ka bërë dhurat kunata kur isha stazan me Alesion. Dhe pastaj kemi edhe këtë pjesën tjetër këtu, edhe aty ka libra të tjerë dhe këtë panoramën që në fakt duhet i vendos në mur, por që si ka vendosur akoma, edhe ky është tapeti, është super i madh dhe shkon pothuajse në të gjithë, domethënë nuk e kemi vendosur poshtë krevatit, por që e mbulon të gjithë dhomën, siç edhe mund ta shikoni. Pjesa këtu pastaj është edhe pjesa e pasqyrës, edhe unë aty. Kjo në fakt i përkiste një dhomë gjumi tjetër që neve kishim këtu të kompletuar, por që nuk na pëlqente më ajo, edhe e dhuruam, kështu që mbajtëm vetëm këtë pjesë. Edhe aty kam vendosur fëmijët stiker që u mundova ta hiqja, po me zalla se hiqet, ne mundojmë ta hiq më vonë. Por që këtë mbajten sepse ka goxha hapësirë, siç mund ta shikoni gjithë ato sirtare që ka, edhe unë mund të fut të gjitha rrobat e fëmijëve. Këtu kam vendosur ca panorama të vogla që fëmijët i kanë vizatuar vet, makinka, gjëra të vogla domethënë të fëmijëve, edhe po, e gjithë kjo ka shumë hapësirë. Pastaj aty është koshi që vendosin rrobat e palara, secili nga fëmijët ka një në dhomën e vet. Pastaj kemi edhe këtë rocking chair që unë e kam bler kur lindi Alesio. Këto këtu quhen nursing chair në fakt, sepse është me të tundur, edhe në mënyrë që t'i japësh kur e ushqen fëmijën, domethënë me gjoks, ulesh aty, e tund, kishte vinte edhe me një sistol të vogël që e vendosje aty dhe vendosje këmbët. Por që këto lloj karigesh janë shumë të shtrenjta këtu, edhe unë nuk e kam dhuruar, as nuk e kam shitur, sepse duaj që të jetë si një kujtim.
dhe e kam lënë aty sepse dhe fëmijët, Alessio sidomos, ulet me një libër edhe lexonte, është një ambient perfekt, do të thoja unë. Dua që t'i bëj Alessios një librari këtu edhe ta vendos aty kush ajo karia e kuqet, vendos diçka në mur kështu prej druri edhe t'i bëj librarinë e tij. Kisha diçka, por që fëmijët duke qenë të vegjël i morën dhe e shkatruan edhe atë, kështu që më duhet ta hidhja, por që do t'i bëj një pedruri dhe ta vendosim në mur. Edhe dritarja aty. Kjo pjesa këtu pastaj është, kur shikoni derën e bardhë, është closet. Nuk është walk-in closet sepse është shumë i vogël, por që ka goxha hapësirë. Pjesë tjetër që mua më pëlqen shumë tek shtëpia jon është edhe kjo pjesa këtu. Nuk e di nëse jo kam thënë në videon e parë, por neve shtëpinë e kemi me 2 hyrje. Kjo këtu që shikoni dera është hyrja mbrapa, edhe kemi dhe hyrjen përpara. Më pëlqen sepse kemi vendosur këtë këtu dhe këtu tek muri duaj që të vendos në një panoramë ose në një pasqyrë diçka të bukur aty domethënë. Dhe në fakt neve këtë komedinën e morëm për dhomën e Alessios në mënyrë që ta kompletonim, të mos linim atë të zezën aty. Por që është pak e vogël edhe menduam që pse jo ta vendosim këtu dhe pastaj aty të marrim diçka tjetër, nuk e di, të shikojmë do bëjmë. Por që dhe kjo ka goxha hapësirë edhe unë këtu kam vendosur rrobat e Angelos, të fëmijëve domethënë. Kjo është prej druri, është e bardhë, e kemi marrë në Amazon, edhe është shumë e lezetshme sepse i jep shumë pamje kësaj pjesës këtu, sepse kjo pjesa këtu ishte bosh gjithmonë edhe me të vërtetë që i ka dhënë goxha pamje shtëpisë dhe e bën shumë estetike, do thoja unë. Por që duhet vendosim diçka tjetër aty sipër, në mënyrë që të bëhet edhe më e bukur. Edhe unë këtu kam vendosur një qiri, këtë lulen me këtë dekorin e vjeshtës, një fotografi të Alessios edhe një fotografi të nënkës time. Dhe kjo është pjesa këtu që është edhe një nga pjesët e mia të preferuara të shtëpisë. Një tjetër ambient i shtëpisë është edhe ambienti i tualetit, që do ta tregoj kështu pak në përgjithësi domethënë. Dhe këtu ku jam unë tani është pjesa e lavatriçes edhe e tharses. Këtu sipër, siç mund ta shikoni, kemi vendosur një mbajtëse për peshqirat në mënyrë që të jetë më e thjeshtë për neve domethënë. Momentin që dalim nga dushi, të marrim peshqirin edhe të fshihemi domethënë. Por që këto të dyja janë banja jonë është super e madhe, do të thoja unë, sepse nëse e shikon tualetet nëpër shtëpirat e tjera që janë shtëpira private, janë goxha të vogla edhe zakonisht lavatrishën dhe tharsin i vendosin njëra mbi tjetrën për shkak të hapësirës që kanë në shtëpi. Kurse neve i kemi vendosur të dyja të ndara sepse hapësira këtu është e mjaftueshme edhe kemi mundësi që ta bëjmë këtë gjë, por që për më tepër do ja tregoj pak më me detaje që ta shikoni edhe ju më mirë. Tani kjo është pjesa e lavatriçes edhe e tharses. Mendoj që tharsja është një nga blerjet më të mira, sepse sidomos kur ke fëmijë të vegjël është shpëtim, do të thoja unë. Pastaj, pjesën sipër aty kemi vendosur peshqira, siç edhe ju thash, unë dua që të vendos edhe një tjetër më lart në mënyrë që të kemi më shumë hapësirë. Edhe këtu në banjë neve kemi 2 dritare, siç mund ta shikoni. Të dyja i kemi vendosur këtë perde që është e dukshme edhe që t'i japi më shumë dritë dhe më shumë hapësirë. Pastaj, këtu sipër kemi vendosur një si lule të vogël edhe një panoramë, domethënë që ta bëjmë më estetike. Pastaj, këtu është një dollap i vogël, në mënyrë që të mbledhim të gjitha gjërat që na nevojiten. Dhe kjo është mënyra se si unë e kam sistemuar. Aty sipër kam vendosur rrugica që përdor për banjën, këtu kam vendosur detergjentët, aromatizuesit, këtu disa gjëra personale të mia, edhe këtu ato që vendos për të larë pllakat, poshtë pastaj tharset, krarin, pjastrën e gjëra të tjera kështu. Gjithashtu kemi edhe një peshore. Këto pllakat me këto ujërat kështu që janë të bardha janë super të lezetshme, janë pak a shumë të ngjashme me pllakën poshtë që kemi, por që kjo poshtë është pak më e errët, kurse kjo pjesa tjetër është më e zbardhur, do të thoja unë, me këto si ujëra kështu, por që shkojnë shumë me pjesën e lavamanit, që do ja tregoj pak më vonë, sepse janë pak a shumë në të njëjtin stil. Pastaj është pjesa e pasqyrës dhe e lavamanit. Këtë pasqyrë në fakt është goxha e madhe edhe po imagjinoni do të më thënë
fillimet tona, kur ne kemi dekoruar shtëpinë, kemi qenë shumë të vegjël, imagjinoni unë kam qenë 23, Alesi ka qenë 27, edhe neve thjesht donim domethënë që të krijonim atë folën tonë, atë ambientin tonë, hapësirën tonë, dhe nuk i mendonim gjëra dy herë kur shkonim në Home Depot ose në Lowe's, thjesht shikoj gjëra kap merr aty edhe sepse po ta shikoni edhe pjesën sipër të abazhurit. Unë do doja tani, domethënë do doja që të kisha marrë diçka më estetike, më të thjeshtë, jo aq të rënduar, por që e kemi bler këtu 8 vite përpara edhe nuk kam ndërmend që ta ndroj tani sepse kemi ndërmend domethënë për një shtëpi single, kështu kjo është e gjitha mermer edhe është pak a shumë i ngjashme me ngjyrën e pllakave. Këtu unë kam vendosur gjitha tualetet e mia, edhe këtë pak a shumë e kam kombinuar me pjesën e mermerit këtu. Është ky kompleti, pastaj kemi edhe këto dy pasqyrat, këtu të pasqyrën që është e lëvizshme dhe këtë tjetër që është më pak e lëvizshme, do thoja unë. Dhe kjo është pak a shumë edhe pjesa e tualetit. Tjetër gjë që më pëlqen shumë tek shtëpia jon është fakti që përveç dhomave të gjumit edhe banjës që kanë derë edhe mund t'i mbyllësh, gjithë hapësira domethënë nga salloni që jemi këtu, edhe që e ndan vetëm ky harku i bardh, është e gjithë pjesa tjetër pastaj është e hapur, siç mund ta shikoni, domethënë pjesa e dhomës së ndënjes nuk ka derë këtu, edhe kalon direkt domethënë nga dhoma e ndënjes në kuzhinë. Pastaj nga kuzhina është edhe pjesa është edhe pjesa e korridorit këtu. Domethënë çdo lloj gjëja është e hapur, siç mund ta shikoni. Dhe ja do t'i lë edhe disa pamje, domethënë që t'i shijoni më mirë. Morning speaks the stream. Autumn morning paints the sky anew. Colors dance in every shade of hue. Time slows down for every one of you. Moments captured in the morning dew. Pastaj është ajo gjëja që unë e dashuroj këtë në shtëpinë tonë, sepse nëpërmjet kësaj pajisjes këtu mund të komandosh të ngrohtën, të ftohtën, janë këto dy pjesët këtu domethënë që mund ta ngresh të ngrohtën ose thjesht në dimër të hapësh të ngrohtën, në verë të hapësh të ftohtën. Pastaj kemi edhe fen, nëse dëshiron domethënë që ta aeroset shtëpia, thjesht e vendos në auto, edhe është super e thjeshtë për të përdorur, por edhe kryen një funksion shumë të rëndësishëm këtu në shtëpinë tonë. E ndriçimit pasaj kemi këto dritat që janë të fshehura kështu në të gjitha kabinetat, plus kemi edhe këto dy drita që ja tregova edhe pak më përpara, dhe dritat e mëdha sipër, siç mund t'i shikoni lart domethënë. Të gjitha këto pjesë të ndriçimit i kemi marrë tek Home Depot, edhe janë të thjeshta por edhe shumë të lezetshme. Kjo është edhe videoja që unë kisha përgatitur për ju sot. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer, edhe nëse keni arritur në fund të kësaj video, ju ftoj që të bëni një subscribe, like, share, çfarë të dëshironi ju, dhe bashkë do të jemi në videon e radhës. Shpresoj që t'jeni mirë, shpresoj që të kaloni një fundjavë të bukur dhe ju dërgoj një përshëndim të fortë. Bye!